unë jam në cilësinë e shpëtimtarit tash 26 vite po bëhet. Çka muj me i thonu për qytetar është se ky vit ka fillu si vit i mbarë për shumë arsye. Arsye e parë është që higjiena e pishinës është në nivelin më të lartë. Për këto 26 vite as edhe një herë nuk ka qenë ujë më i pastër, rregullimi më i mirë dhe shërbimet më të mira. Tash mbetet në dorën e qytetarëve se a dëshirojnë të vinë ta frekuentojnë këtë mrekulli të natyrës së Prishtinës apo nuk dëshirojnë. Kjo mbetet tek ata, mirë po çka më i garantu se uji është i jashtëzakonshëm, higjiena është e nivelit më të lartë, menaxhmenti këtë vit është zgjuar nga zgjumi shumë, kushtet i kanë ofruar të jashtëzakonshme, mbetet qytetarët me ardhë dhe me frekuentu, me provu edhe me u bind vetë. A jeni ju çdo ditë këtu duke qenë se përmend? Por çdo ditë nga ora 10 e mëngjesit deri në ora 6 apo në ora 18 pasdite. Misioni i shpëtimtarit si në luftë, si në paqe, si në gërmi është të shpëtojë jetë. Ne e kemi këtë mision edhe për këto 26 vite i garantoj gjithë qytetarët e Prishtinës dhe të Kosovës që në pishinën e gërmisë nuk ka ndodhur as edhe një mbytyje përveç se vdekjeve. Vdekje është kur një notus i jashtëzakonshëm e rrok një kardiak, arrest kardiak, ndërsa mbytja është kur një qytetar nuk din të notoj, pin ujë më tepër se që duhet dhe ajo e shkakton mbytjen. Pra, për këto 26 vite ende as edhe një mbytje në oraren e punës nuk ka ndodhur. Po si vjet kushtet janë thuajse më të mira se viteve paraprake. Po shihet që ujit është shumë më të mirë, pastërtia shumë më e mirë, do me thonë edhe interesimi i menaxhmentit, pe drejtorisë edhe tjerëve janë më në nivel. Kam punu ma me përkushtim edhe shifet që do t'jetë një sezon e mirë. Sa është çmimi për me hyrë në pishinën e gërmisë? Po sipas njerive është 4 euro, për 3 është 2 euro, edhe vikendeve është 5 euro. Interesimi është, duhet të jetë shumë i madh, se kjo është vetëm vend ku është për rekreacion edhe për freski gjatë verës, gjatë tyre temperaturave të larta, edhe të di që edhe noti është një sport shumë i shëndetshëm, atëherë duhet të vinë rinia dhe ta shfrytëzojnë këtë verë, bojnë aktivitet sportiv. Po nuk sa duhet jo, se noti është sporti më i shëndetshëm, është në funksion krejt muskujt e trupit e rinia ka shumë nevojë për mos me mrin obezitet. Do me thonë që duhet me shfrytëzua këtë nalësim bidetare, këtë ajt pastërt edhe notin si aktivitet sportiv shumë të mirë, për shëndet.